Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve si të sillim. Jemi si gjithmonë me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë Hoxhë nderuar. Mirësëgjetëm. Hoxhë nderuar, ne pak a shumë në emisionet tona kemi trajtuar besimin tek Zoti, besimin te melajket, besimin tek librat e shenjtë, besimin te profetët, por sot inshallah do flasim raportin e besimtarit që ka me botën tjetër, pra si të sillemi neve në këtë lloj raporti me botën tjetër. Dhe natyrisht me lind pyetja, si beson besimtari musliman botën tjetër? Ne muslimanët besojmë se njeriu që të besoj, patjetër duhet kaloj, le të themi, duhet plotësoj, le të themi 6 kushte: besimin në Zotin, besimin në melajket, besimin në librat e shenjtë, besimin në profetët, besimin në kadan dhe kaderin dhe besimin në botën tjetër. Që do të thotë, nuk mund të quhet njeriu besimtar nëse nuk beson botën tjetër, sepse hasim fatkeqësisht ndonjëherë zëra të tilla që ka njerëz që ndoshta edhe agjërojnë, po thotë kush është kthyer prej andej, ose ka njerëz që ndoshta dhe vinë falin Bajramin apo Xhuman, po thotë pa mëse e ke parasysh kush është kthyer prej andej. Kjo fjala jon kush është kthyer prej andej automatikisht e nxjerr njeriu prej feje. Pse? Se janë kushte që duhen plotësuar. Për këtë arsye që kushtet e besimit, shtyllat e Islamit, kushtet e besimit, do thotë duhet plotësohen të gjitha. Po nuk u plotësuar nuk quhesh besimtar. Shtyllat e Islamit do të thotë mund të rrijë njeriu edhe me një shtyllë, me 2, me 3, me 4, mund të plotësohet 5-ta. Islami ti je brenda Islamit tashmë. Kurse këtu duhen realizuar patjetër. Një sikur nga këto pika të mohojmë, jemi të pa fe. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Pra të besosh se do të dalim përpara Zotit një ditë, do të ringjallemi ne që jemi këtu në këtë botë, një ditë do të ringjallemi. Kjo është, si më thon, temë e pa diskutueshme, pa të cilën nuk mund të quhesh besimtar edhe nëse falesh, edhe nëse agjiron, edhe nëse I bën të gjitha. Pra është shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse disa njerëz e marrin si një çështje, le të themi, të dorës dytë. Jo, është parsore, madje nuk quhet njeriu besimtar derisa të besojë botën tjetër. Për këtë arsye, po të shohim Kur'anin, që është në fillim fare të surës Al-Fatiha, deri në fund Kur'anit flitet pikërisht për këtë lloj tematike, besimin në botën tjetër. Në surën Al-Fatiha çfarë thotë? Maliki yawmiddin. Mbreti, sunduesi, gjykatësi I ditës së Kiametit, ditës gjykimit. Pra qysh në El-Fatiha ka dhënë sinjalin që gjë ka botë tjetër dhe një ditë do dalsh përpara Zotit jap llogarin. Pastaj vazhdon Kurani, 1/3 e Kuranit flet për botën tjetër, për xhenetin, për xhehenemin, për ringjalljen. Madje fillimi I shpalljes me profetin alayhis salatu wasalam nuk ka pas gjë tjetër përveç se kësaj tematike, besimin në Zotin një, dhe vetëm ai është Zoti I vërtetë që duhet adoruar, dhe bota tjetër, ose çështje edukative, çështje morale, durimi, lëmosha për të varrit kaq, jetimi etj, kaq. Domethënë nuk flitej fare për ligjet e për rregulla. Në momentin që kjo u rrënjos tek njerëzit dhe tek besimtarët, atëherë erdhën ligjet, erdhën rregullat, erdhën, le të themi, kodikët e Islamit për të orientuar jetën e njeriu, për të menaxhuar jetën e njeriu. Pra shumë e rëndësishme kjo pjesë. Pra besimi se ka botë tjetër. Kur themi besojmë se ka botë tjetër, çdo të thotë në kuptimin islam të kësaj fjale. Domethënë, ne muslimanët besojmë se njerëzit mbas vdekjes do të ringjallen, do të japin llogari përpara Zotit sipas procedurave që janë përmendur në Kur'an. Pra, le të themi, besimi në botën tjetër ka një prag që quhesh besimtar, por nuk e besove, dhe ka një maksimum që do të thotë në varësi të informacionit. Pragu që ti të quhesh besimtar do të thotë ti duhet besosh se njerëzit një ditë pra ditën e Kiametit do të ringjallen, do të japën llogari përpara Zotit, besimtarët vepër mirë do të fitojnë xhenetin, besimtarët vepër këqij mund të përfitojnë nga, le të themi, bonuset që mund të jepen ditën e Kiametit, edhe ata të fitojnë xhenetin, e nëse nuk përfitojnë nga bonuset, mbarojnë bonuset, atëherë do të bien edhe këta, edhe pse mund të jenë besimtar, do të pastrohen në zjarrin e xhenemit, pastaj përfundimi I tyre do të jetë xheneti. Ndërsa jo besimtarët, të gjithë janë në zjarr të xhenemit. Jo, domethënë gjithë në një shkallë të xhehenemit, sepse edhe xhehenemi vetë është me shkallë, siç është xheneti me grad. Pra besimtarët do të përfundojnë në xhenet, jo besimtarët do të përfundojnë në xhenem. Ky është ai informacioni I domosdoshëm që duhet di çdo njeri që të quhet besimtar. Pra, do të ringjallemi, do të dalim përpara Zotit, ka xhenet, ka xhenem. Pastaj në momentin që besimtari merr informacion, për shembull, u informua një ditë kur lexoi Kur'anin ose hadithet se ka peshore në botën tjetër. Atëherë këtë informacion e shton informacionit bazë. U informua gjatë leximit të Kur'anit se ka diçka tjetër në atë botë që quhet Sirat,
ose ura e Siratit. Atëherë këtë informacion që mori duhet të shtojë informacionit fillestar dhe çdo informacion që merr mbi botën tjetër duhet të shtojë informacionit fillestar. Pra është shumë e rëndësishme të kuptojmë se i ditë do dalin përpara Zotit të Adhuruar. Dhe kjo është logjike pse jeta e kësaj bote duket sikur është një film pafund, që do të thotë personazhi kryesor, që është njeriu, duket sikur ka një fund të barabartë për gjithë. Pra të mirët, këqijt, vepër mirët, vepër këqijt, besimtarët, jo besimtarët, njerëzit e urtë, mirë, kriminalë. Në fund fare çfarë ndodh? Gjithë kanë një fund të barabartë. Ndërkohë që njerëzit janë ndryshëm. Pra logjikisht ka diçka që nuk funksionon. Se ky që është sjell gjithë mirë, gjithë jetën mirë, ka bërë gjithë jetën mirë, vdes, dhe ky kriminali, ky që ka bërë gjithë xezat, edhe ky në një moment vdes. Prit se ka diçka, duket sikur diçka që nuk shkon. Pra është edhe logjike kjo gjë. Për këtë arsye edhe Zoti i Madh në Kur'an e përmend thot malekum kayfa ta'qilun. E fenaj'alul muslimin kan mujrimin, malekum kayfa ta'qilun. Ora nuk mund të jenë njësoj, logjika, nuk mund të jenë njësoj. Besimtarët me kriminalët nuk mund të jenë njësoj. Njerëzit e mirë me të këqij nuk mund të jenë njësoj. Pastaj Zoti në Kur'an jep edhe argumenta fantastike, domethënë për të kuptuar se ç'është bota tjetër. Thot Zoti për shembull në Kur'an, ora nuk meditoni ju në krijimin e qiellit dhe tokës. Ç'është krijimi i qiellit dhe tokës në krahasim me ringjallë edhe një herë njeriu. Njeriu i parë si erdhi në këtë botë, erdhi nga balta. Tani ku është çudia që edhe njerëzit e tjerë vijnë nga balta. Erdhi dikush ke profeti alayhis salam dhe i tha, e mori kocën kështu ja hodhi, tha, o Muhammed, i tha, sallallahu alaihi wasallam. Tha, o Muhammed, i tha, kush e ngjall këtë dhe ja si është bërë pluhur. Edhe Muhamedi alayhis salam heshti dhe i zbriti shpallja. Dhe na dha neve një shembull dhe harroi si u krijua vet. Tha, kush do ta ringjalli këtë kockën që është bërë pluhur, mbasi ajo është tretur krejtësisht. Thuaj, o Muhammed, do ta ringjalli ai që e krijoi herën e parë. E të tjera argumente se nuk është momente për të ndalë. Pra ideja është, domethënë, është shumë e rëndësishme besimi në botën tjetër, është shumë logjike dhe arsyeshme bota tjetër dhe unë gjithmonë e them dhe nuk i ke prej kësaj gjëje them. Kush beson Zotin nuk e ka habi besimin në botën tjetër. Pse? Sepse të besosh në Zot do të thosh besosh në absolutin. Absolut në dije, në fuqi, në pushtet, në vullnet, në dëshirë dhe gjithçka. Tani ku është problemi që ky absoluti të ringjallë të vdekurin. Ai nëse nuk ka mundësi të ringjallë të vdekurin, nuk është më Zot, sepse domethënë pas ka disa kufi që ky Zot nuk i bë ka dot, siç është ngjallja e të vdekurit. Kështu që është e domosdoshme dhe e lidhur me besimin në Zot çështja e ringjalljes. Edhe diçka tjetër për ta mbyllë se u zgjatëm ndoshta pak, çështja e besimit musliman në botën tjetër, ndryshe nga tjetër është se ne besojmë se besimi në botën tjetër nuk është besim shpirtëror, nuk është ringjallje shpirtërore. Jo, ringjallja në botën tjetër do të jetë ky njeriu që jemi ne sot, raport mish-trup. Mish pra trup shpirt. Pra do të jemi ky që jemi ne. Thjesht do të kemi, le të themi, parametra të përmirësuara, që do thotë gjatësia është kjo që i kemi sot, fuqia e shikimit dhe fuqia e dritës së shikimit do të jetë më e fortë dhe parametrat e ndjesive do të jenë, domethënë, shumë të shumë fishuara në krahasim me ndjesitë që ne kemi sot dhe do të jetë njeriu rezistent ndaj, le të themi, mrekullive pafund të xhenetit, pa nuk do ta lej zemra kur shohë mrekulli pafund në xhenet, por do të jetë dhe rezistent ndaj zjarrit të xhenemit. Do të jetë rezistent. Nuk do të vdesë aty sepse çfarë ndodh në xhenem, logjika është një të vdesi, por nuk do të vdesë sepse Zoti i Madh e ka bërë ta tillë që të rezistojë vetëm për ta vuajtur pafundësisht. Hoxhë nderuar, pak a shumë panorama e fillimit të jetës njerëzore fillon me gjendjen Kalu Bela, pra kur Allahu krijoi nga shpina e bijve të Ademit të gjithë shpirtat e njerëzve dhe i nxorri para vetes tyre dhe më pas vjen kjo si një përfundim, po prap kur njerëzit dalin para Zotit. Pak a shumë shqiptarët e kanë këtë lloj besimi brenda vetes, pra do thotë do dalësh një ditë para Zotit, e kanë si një lloj shprehje që ato e besojnë që do dalin ditë para Zotit dhe kjo është besimi në botën tjetër. Por a ka faza besimi në botën tjetër, pra nga Kalu Bela tek barku i nënës, nga jetën e kësaj bote, më pas, a ka faza të cilat përcaktojnë feja islame se çfarë ndodh njeriu në botën tjetër? Po, faktikisht në Islam, do të thonë, ajo që ne përmendëm është ajo bazikja, ndërkohë që të besojë njeriu se mbas vdekjes ka jetë prap është pjesë e besimit në botën tjetër. Ne muslimanët besojmë se
jeta është ndarë, bota e shpirtrave, bota e dynjas, kjo që jemi në të, bota e barzahut është ajo jeta e varrit dhe bota e kiametit dhe ajo që do ndodhi mbas ringjalljes. Që do të thotë, ne në këtë botë kemi shansin e vetëm për të punuar, për të fituar bonuse, për të etj. Në momentin që vdesim, ne dalim nga, le të themi, nga fuqia e menaxhimit apo përfitimit nga vetja jonë. Ne mbas vdekjes do të thotë çdo gjë që vjen mbas vdekjes ndërtohet mbi atë që ne kemi bërë në jetën e kësaj bote. Pra fillon në thojza inercia, do të ecësh me fuqinë dhe energjinë e asaj që ke kaluar në jetën e kësaj bote. Nëse ke fituar shumë, do të kalosh mirë në varr, edhe çfarë vjen mbas varrit është pozitive. Nëse nuk ke pas, le të themi, atë pozitivitetin e duhur, fitimin e duhur, atëherë do të vuash në varr, ndoshta do të vuash edhe në ditën e kiametit. Ne muslimanët besojmë se faktikisht kiameti i vërtetë i njeriu fillon me vdekjen e tij. Po vdiq njeriu do të thotë se kanë filluar procedurat e kiametit, që do të thotë njeriu i del shpirti nga trupi, e marrin engjujt e parajsës apo engjujt e ferrit, pastaj vendoset trupi në varrin e tij, aty pastaj i kthehet sërish shpirti i tij, aty pastaj do t'i bëhen 3 pyetjet, kush është Zoti jot, cila ishte feja jote, kush ishte profeti yt, cili ishte libri që ti ke besuar. Pastaj i hapet një derë nga parajsa dhe nëse është besimtar dhe i përgjigj pozitivisht, ose nga ferri nëse është jo besimtar, dhe kështu ai do të vazhdojë derisa të vi dita e kiametit, por jeta e varrit në krahasim me jetën e kësaj bote është si një, le të themi, një raport i shpirtit primar sekondar i trupit, ndërsa në këtë botë ne jemi primar trupi dhe sekondar shpirti, që do të thotë nëse dikush i gjun dikujt në këtë botë, krijon dhimbje trupi dhe pastaj e vun njeriu në shpirt. Nëse dikush e shan dikë në këtë botë, ai e merr një herë informacionin, pastaj fillon edhe e përpunon dhe e vun në shpirt, ose lajmi i mirë, e merr informacionin, pastaj fillon dhe gëzohet dhe e përjeton. Në varr është e kundërta. I pari që e merr goditjen për mirë ose për keq është shpirti dhe pasojat vijnë edhe tek trupi në varr. Për këtë arsye ndonjëherë është parë, për shembull, që kur janë hapur varret, është gjetë njeriu nga qabja, është varros nga qabja, është gjetë në krah tjetër ose është gjetë përmbys etj, ndërkohë që varri ka qenë i hermetizuar, që do të thotë aty ka ndodhur diçka ose është gjetë koka e njeriu tek këmbët etj. E rëndësishme. Pra ideja është që pasojat e asaj që i ndodhin shpirtit mund të duken edhe në varrin e personit. Siç kanë thënë Sheikhul Islam Temia thotë, nganjëherë Zoti në momente të caktuara apo raste të caktuara u shfaq njerëzve çfarë ndodh në varre për të kuptuar edhe njerëzit se çfarë ndodh në varre. Por nuk është kjo e zakonshme. Për këtë arsye, për shembull, po të shohësh barit, po ti pyesësh barit, ka qelluar raste që kam pyetur barit dhe thotë ka ndodhur ndonjëherë kanë qenë duke kullot, le të themi, delet afër varrezave, kanë ikë me vrap, janë trem. Ky është një argument. Kanë dëgjuar diçka aty. Sepse siç tha profeti alayhis salam, thotë goditet me një goditje që e dëgjojnë gjitha krijesat përveç xhinëve dhe njerëzve. Ose siç tha profeti alayhis salam, frika se nuk do t'i varroshit njerëzit, përndryshe unë do t'i lutesha Zotit që ju ta dëgjonit se çfarë ndodh në varre. Sepse një herë po flisha me dikë, tha, po mirë, tha, s'është kjo jeta varre, tha, ne kemi parë njerëz që varrosen, s'ka aty, tha, as parajs as fer. Thash, po tu shifte. Atëherë nuk do të ishte më xhamia Dinoxhës me 3000 veta për ditë xhumaje, do të ishte me 30000 veta, po tu shihte aty. Po puna është kjo, është sekreti. Alladhina yu'minuna bil ghaib, besojnë të fshehtën. Po mbas varrit atëherë mbas varrit kemi ringjalljen. Njerëzit, pra, le t'i përmendim si faza, njerëzit do të dalin përpara Zotit, do të qëndrojnë dhe do të presin në një situatë, në thonjza anarshie, nuk e dinë se çfarë po bëhet, do të zhyten në djerset e tyre sipas mëkateve dhe gjunave të tyre, pastaj fillon ai procedura e ndërmjetësimit, pra shkojnë njerëzit tek Ademi alayhis salam, tek Nuhu alayhis salam, tek Ibrahimi alayhis salam, tek Musa alayhis salam, tek Isa alayhis salam, dhe në fund fare i mbetet kjo barë dhe kjo vlerë dhe kjo mirësi profetit Muhammed alayhis salam, i cili thotë, unë jam për atë punë, i bien sejdë Zotit për një javë rresht dhe mbas një javë nga xhumaja në xhuma, Zoti thotë, ngrije kokën e Muhammed, kërko ç'të duash se do të realizohet, ndërmjetëso për çfarë të duash se do të pranohet ndërmjetësimi yt dhe bën ndërmjetësimin profeti sallallahu alaihi wasallam dhe fillon, o Zot thot, le të fillojë gjyqi mes njerëzve ose le të fillojnë procedurat e gjyqit të madh dhe në atë moment e falenderojnë profetin alayhi salatu wasalam të gjithë krijesat
Edhe aty është le të themi finalizimi i kuptimit të emrit Muhammed, që do thotë i shumë lavdëruari apo i shumë falëndëruari. Mbas kësaj kemi le të themi një sejdë të dytë nga profeti alayhis salam, që do të jetë për ummetin e tij dhe Zoti i jep të drejtën që të marrë një grup të madh nga ummeti i tij, ta çojë direkt në derën e fundit në të djathtë në xhenetit, dhe ata presin procedurat e njerëzve, ata presin aty në hyrje të xhenetit. Pastaj vjen momenti i asaj që quhet haudi ose rezervuari i profetit alayhis salam, pra besimtarët do të marrin nga dora e bekuar e profetit alayhis salam një kup ujë apo një gotë ujë nga uji i xhenetit dhe do të jenë të fuqishëm dhe do të përballojnë të gjitha procedurat e ditës Kiametit, përveç atyre që kanë ndruar fen apo kanë sajuar në fe sajesa të tilla që kanë dalë nga Islami, nuk i lejnë me lajket që t'i afrohen profetit alayhis salam. Mbas kësaj vjen procedura e paraqitjes përpara Zotit, Ardh do të thotë Zoti i paraqet robit të tij ca gjëra dhe pastaj e fal e toleron, ja kthen gjunahet në sevabe dhe shpërblime dhe ky del duke bërtit janë i lexoni librin tim. Pastaj vjen llogaria, që do të thotë njeriu do të japë llogari për çdo detaj. Dhe kjo është më e vështirë se sa ardhi. Ardhi është moment, le të themi, moment dashurie mes robit dhe Zotit, ndërsa hisabi ose llogaria është moment serioziteti dhe njeriu ose fiton ose humb, pra është ajo puna ku fiton edhe ku humb. Mbas kësaj vjen puna e shpërndarjes së regjistrave, domethënë punëve të njeriu, që secilit janë regjistruar gjërat, ka njerëz që e marrin në dorën e djathtë besimtarët, dhe ka njerëz të cilët e marrin në krahun e majt që janë muslimanët gjunafqar, dhe ka njerëz që e marrin nga mas shpine, këta janë jo besimtarët të destinuarit për zjarr të xhenemit. Pastaj vjen pozicioni i peshores ose mizanit, ku do të peshohen njerëzit me besimin e tyre, do të peshohen regjistrat dhe do të peshohen veprat. Dhe mbas kësaj vjen momenti i siratit, që do të thotë njerëzit do të kalojnë në një urë, e cila është më e mprejtëse tehu i shpatës dhe më e hollë se safia e flokut, por për besimtarët ajo do të trashet, do të bëhet si urë e zakonshme dhe njerëzit sipas mëkateve dhe gjunaheve të tyre do ta kalojnë këtë urë. Nga peshorja deri në sirat kemi një moment, le të themi, ndarje, që do të ndahen besimtarët me jo besimtarët, pasi do të kufizohen, pra jo besimtarët ose le të themi ata njerëz që kanë mohuar Islamin e tjerë do t'ju vihet një mur mes tyre dhe besimtarëve, po ky mur ose kjo ndarje do të përfshijë edhe munafikët. Pra munafikët dhe jo besimtarët që kanë mbetur shkojnë direkte për xhenem, ndërsa këta që janë besimtarë të mirë, devotshëm apo të lodhur në besimin e tyre do të kalojnë në urën e siratit. Këta që kalojnë në urën e siratit janë tre kategori: ata që shpëtojnë, ata të cilët e vuajnë, do t'i prekin diçka nga zjarri, dhe ata që bien poshtë në zjarr xhenemit, nga që ura e siratit ka dhe disa ganxha anash që tërheq njerëzit që meritojnë për të pastruar zjarrin e xhenemit. Mbas urës së siratit është një urë e dytë që quhet kantare. Besimtarët që kanë pas pak kënaqësi në jetën e kësaj bote takohen aty dhe i sheshojnë gjërat dhe zbardhen zemrat, dhe pastaj shkojnë në xhenet, atje i pret pejgamberi alayhis salam, ndërkohë që ka të tjerë që kanë përfunduar në zjarrin e xhenemit prej besimtarëve për të pastruar, mbasi të pastrohen, varet sa është ajo koha dhe afati, pastaj dhe ata do shkojnë në xhenet. Ndërkohë që këta të tjerë presin profetin alayhis salam, i pret profeti alayhis salam, kemi një grup që kanë shkuar në fillim fare dhe këta që po vinë më vonë, dhe vjen momenti për trokitur derën e xhenetit, e merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë, le të themi, dorezën e xhenetit dhe godet 3 herë, një zë nga brenda thot kush është, thot unë jam Muhamedi, thot ai po, jam urdhëruar nga Zoti që mos të hap njeriu tjetër përveç se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe hapen dyert e xhenetit, te dyert e xhenetit njerëzit do të hyjnë tek ajo derë nga e cila janë dalluar më shumë të njëjtën e kësaj bote. Nëse dikush në kësaj bote është dalluar në disa kapituj të adhurimit dhe përkushtimit ndaj Zotit, atëherë ai ka të drejtë futet nga dera e xhirimit, nga dera e dijes, nga dera e xhihadit, nga dera e haxhit, nga dera e tobes, nga dera e namazit, nga dera e prindërve, varet se ku është dalluar ky në jetën e kësaj bote. Pastaj xheneti ka shkallë edhe grad sipas mundit dhe djersës që ka derdh njeriu në jetën e kësaj bote, ashtu si edhe xhenemi ka shkallë nga poshtë e grad. Shkalla më e lartë e xhenetit është Firdausi,
më e larta fare është e profetit alayhis salam, pastaj vijnë profetët, pastaj vijnë dëshmorët, pastaj vijnë njerëzit e tjerë sipas shkallës dhe gradës që ata kanë. Normalisht xheneti ka atë që syu se ka parë, mendja se ka menduar dhe ose se ka imagjinuar dhe atë që domethënë veshi se ka dëgjuar. Domethënë diçka që Zoti e ka përgatitur dhe po të lexosh domethënë se çfarë ka xheneti, mahnitesh, habitesh, çuditesh, edhe duhet të thonë me fjalë Zoti i plotfuqishëm për gjithçka. Po kështu edhe po të lexosh për xhehenemin, habitesh, çuditesh, domethënë si mund të jetë jeta ajo, la yamutu fiha wala yahya, as i vdekur as i gjallë, domethënë jetë e tmerrshme Zoti na rrit nga zjarri i xhehenemit. Pra, domethënë këto le të themi janë procedurat shumë shkurtimisht që do të zhvillohet nga jeta e varrit, ringjallja ditën e Kiametit, pastaj futja në xhenet ose futja në zjarrin e xhehenemit. Hoxha nderuar, ju pak a shumë e shpjeguat shumë bukur dhe imtësisht domethënë këtë lloj fazash. Por ndërkohë domethënë besimtarët mund t'i gjejnë domethënë nëse duan ato të thellojnë për librat e Islam ose në Kur'an këto. Nga ana tjetër, Islami i paraqet në mënyrë të detajuar dhe specifike të gjitha fazat ndryshe nga çdo fe tjetër. Por ekzistojnë grupe të cilat besojnë ke inkarnacioni, pra ajo i cili disa grupe mendojnë që njeriu ku vdes, i del shpirti dhe shpirti ty hyn ke një pemë, hyn ke një kafshë. Rimshërimi. Pra është e saktë kjo në Islam? Në Islam absolutisht ky është paganizëm. Pra të besosh se shpirti i njeriu, pasi vdes njeriu, shkon tek një qen apo tek një mace apo tek luli apo tek pema e kështu me radhë, kjo është paganizëm. Në Islam është e papranueshme. Në Islam çdo njeri vazhdon një rrugtim që është i pakthyeshëm. Vetmja kategori që do të kthehet edhe një herë në këtë botë janë dëshmorët. Pra të vetmi që duan të kthehen edhe një herë në këtë botë janë dëshmorët, po Zoti nuk i kthen më. Pse? Sepse Zoti ka shkruar që kush vdes nuk kthehet më në jetën e kësaj bote. Vazhdon një procedurë krejt tjetër. Hoxha nderuar, besimi në botën tjetër, pra në atë që u shpjegua pak më parë, a bie ndesh me besimtarin mënyrën se si ai duhet ta jetojë këtë botë? Faktikisht nuk ka asnjë përplasje mes të jetuarit me besim në botën tjetër dhe mes të jetuarit në jetën e kësaj bote. Pra mund të jetë një njeri shumë besimtar në botën tjetër dhe ja kalon shumë mirë në jetën e kësaj bote në halal. Pra nuk bie ndesh. Për këtë arsye ne muslimanët në vendin më të rëndësishëm që kemi, le të themi në Ka'ben e madhnueshme, kur jemi duke bërë haxhin, kur jemi mes dy qosheve, qoshës së Yemenit dhe qoshës së Gurit Zi, themi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, o Allah, na jep mirë në këtë botë, na jep mirë në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra në Ka'be ti lutesh Allahut për këtë botë, pra nuk bie ndesh jeta e mirë të jetosh mirë. E rëndësishme është për të jetuar mirë në këtë botë dy gjëra: burimi i fitimit të jetë halal, i pastër, dhe harxhimi të jetë pa hidhur Zotin dhe pa shpërdorim. Në momentin që ne në pasurinë tonë kemi këto dy gjëra, jemi shumë mirë. Do të jap një shembull nga Islami. Njëri prej pejgamberëve të Zotit ka qenë mbret. Një tjetër ka pas pushtetin më të madh që mund të ekzistojë. Ebu Bekri ka qenë, le të themi, një sahabi i nderuar, njeriu në umetin e Muhamedit alayhis salam më i miri mbas profetit alayhis salam, mirëpo ka qenë dhe shumë pasanik. Othmani radhiyallahu ta'ala anhu, le të themi profeti alayhis salam i dha gocën e parë, i vdiq, goca e parë i dha gocën e dytë Othmanit. Megjithatë Othmani 50 deve karvanin plot e la në rrugë të Zotit, pa ja fali profetit alayhis salam, që tha profeti alayhis salam mbas kësaj dite Othmani le të bëjë çfarë doj. Pra ishte një nga njerëzit më të pasur të Medinës, le themi, dhe kjo nuk ja uli atij pozitën që kishte tek Zoti i gjithësisë. Pra nuk bie ndesh, e rëndësishme është që fitimi të jetë i pastër dhe halal dhe harxhimi mos jetë në hidhrim të Zotit dhe mos jetë me shpërdorim. Në momentin që je brenda këtyre kriterëve, absolutisht njeriu mund ta gëzojë këtë botë, mund të jetojë në këtë botë, por duhet me pas parasysh diçka që njerëzit e ngatrojnë gjithmonë. Nuk është kjo botë parametri që tregon se si jetë Zoti. Pra mund të jesh në këtë botë jo mirë, po ke Zoti mund të jesh shumë lart dhe mund të jesh në këtë botë, le të themi, në një pozitë shumë të mirë dhe të lakmueshme nga sytë e njerëzve, po tek Zoti s'ka asnjë lloj vlere. Pra nuk është kjo botë kriteri i vlerësimit të njeriu se është në të vërtetën apo jo, apo është mirë ke Zoti apo jo. Për këtë arsye tha Zoti, la yaghurrannaka taqabbulul ladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Tha, mos të mashtroj ecja atyre përpara në këtë botë, se kush nuk e beson Zotin dhe botën tjetër, Islamin, e ka vendin zjarr xhenemit. Me taun qalil është diçka kot,
e kalueshme, diçka e përkohshme. Kështu që siç e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha Zoti këtë botë ja jep atyre që i do dhe atyre që nuk i do, por besimin dhe botën tjetër nuk ja jep vetëm sa atyre që i do. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra nuk është kjo botë matësi, treguesi, nuk është etaloni, absolutisht. Etaloni është bota tjetër. Një ditë hoxh nderuar më pyeti një besimtar dhe më tha, ndërkohë që Zoti në këtë botë i ka dhënë dhe besimtarit pasuri, por ka dhe një besimtar i cili është i varfër. A nuk duket thasë ka një lloj çekuilibrimi midis besimtarit pasur dhe besimtarit varfër, ndërkohë që në botën tjetër profeti alayhis salatu wassalam thotë që do hy 500 vjet përpara i varfëri përpara se pasur. Pra sikur ka një lloj balancimi të kësaj lloj gjendje edhe në këtë botë. O të nderuar, shkëputemi për pak minuta dhe ritakojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar teleshikuesja, kur i takuan në pjesën e dytë të emisionit, jemi si gjithmonë me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Hoxhë e nderuar, në pak a shumë juve shpjegua që xheneti ka disa dyert, pra 8 dyert, dhe secila derë ka një emërtim, sikur është dera e namazit, dera e haxhit e të tjera agjërimit. Ka një lloj signifikimi kjo lloj ndarje dhe këto lloj emërtimesh? Po, normalisht që ka shumë vepra që njeriu në emër të të cilave dallohet dhe mund të fitojë xhenetin. Mirë po, le të themi këto që janë përmendur se dyert e xhenetit janë si më të rëndësishmet. Dera e namazit, dera e prindërve, dera e shuarjes që është agjërimit, dera e haxhit. Pra, le të themi këto janë më të rëndësishmet ose si më thonë, nëse ka diçka që mund ta fitojë xhenetin shumë kollaj, s'ka si haxhi. Nëse ka diçka që mund të fitosh xhenetin shumë kollaj, nuk ka si prindrit. Nëse ka diçka që mund ta fitosh xhenetin shumë kollaj, nuk ka si namazi. Domethënë ideja është që domethënë njeriu do të ketë, le të themi, disa pika, le të themi, të rëndësishme, dhikri, Kurani shumë më. Ndërkohë që ka edhe gjëra të tjera si Zoti ka bërë shtyllat të Islamit në këtë botë, ndërkohë që i ka bërë dhe portat të xhenetit në botën tjetër. Pra ideja është pejgamberi sa më të mëshirë thanë një ditë, një njeri e fitoi xhenetin se hoqi një ferr nga rruga. Pra nuk dihet se çfarë bëhet sebeb, se si apo pse njeriu mund ta fitojë xhenetin. Mirë po, le të themi më pikantet janë pikërisht këto. Ndërsa për atë që ti përmendë tek pjesa e parë e emisionit që ishte pse njerëzit edhe pse janë besimtarë të ndryshëm është sprov. Për shembull në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam erdhi një grup besimtarë që ishin të sprovuar me varfëri tek pejgamberi alayhis salam. Thonë pejgamberi i Zotit, po ata të pasurit po na e kalojnë, po i marrin gradat më të larta në xhenet. Tha po pse, tha profeti alayhis salam. Po thonë pejgamberi i Zotit, falen si ne, agjërojnë si ne, po japin nga pasuria e tyre dhe fitojnë shkallë të larta në xhenet. Profeti alayhis salam tha, Zoti ka bërë dhe për ju diçka që mund t'ua kaloni atyre. Tha ju thoni ta subhanallah, ju shkruhet sadaka, sa herë ta thoni fjalën subhanallah, sa herë ta thoni fjalën alhamdulillah, sa herë ta thoni fjalën Allahu akbar, sa herë ta thoni fjalën la ilaha illallah, la hawla wala quwwata kështu me radhë. Subhanallah el-azim, subhanallah. Gjitha ju shkruhet sadaka. Dhe këta besimtarët e varfër, le të themi, fillun. Kur shkon haberi tek vëllezërit e tyre të pasur, fillun ata, subhanallah, alhamdulillah, erdhën këta tek profeti, thanë pejgamberi i Zotit, po ata po bëjnë si ne. Tha pejgamberi sa dhalike fadlullahi yu'tihi men yasha. Kjo është mirësia e Zotit, ja kujt do ka thonë aty është prej Zotit kjo punë. Por tha pejgamberi sa nuk duhet të ketë zili vetëm se për dy gjëra. Një person që Zoti ka dhënë dijen dhe me këtë dije punon dhe ndriçon njerëzit, dhe dikujt që Zoti i ka dhënë, le të themi, pasuri halal, dhe ky njeri e shfrytëzon në të mirë. Mirë po, këta të tjerë që si kanë këto gjëra, tha mund ta arrijnë me një jetë. Si dikush thotë, o Zot, të kisha edhe unë dije si ai person, edhe unë do të bëjsha si ai. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, te Zoti janë njësoj. Dikush thotë, o Zot, unë s'kam pasuri, po të kisha unë, do të bëja si ai. Zoti thot, edhe ti si ai, pa ke shpërblimin njësoj si ai. Po edhe tek e keqja e njëjta gjë. Nëse është dikush i keq që bën keq, shpërndan të keqen, dhe dikush nuk e ka aftësinë e tillë, a më thot po të më jepte edhe mua mundësia ta bësh një gjë të tillë, janë njësoj tek Zoti, po edhe ky tjetri që ka pasuri dhe e shfrytëzon për të keq, e bën keq me të, normalisht që ka mëkat, po edhe dikush që thotë atë kisha dhe unë do të bësh ashtu. Edhe ky është njësoj si ai. Prandaj le të themi besimtari nuk do të ketë, domethënë, alergji nëse dikush ka, sepse në fund fare është i sprovuar me atë.
është i sprovuar se do të ketë në ditën e Kiametit dy pyetje që ne nuk i kemi të varfrit, që është pyetja si e fitove, ku harxove. Ndërsa këto dy pyetje për ne nuk ekzistojnë. Për këtë arsye, besimtarët e varfër, siç e cekët dhe ju, do të hyjnë në xhenet para besimtarëve të varfër, të varfrit para të pasurve 500 vite. Kështu që ja vlen 500 vite. O të nderuar, ju e përmendet shumë bukur që xheneti ka portat e tij. Pra, secila portë domethënë ka një emër. Ndërkohë në hadithet e zjarrit xhenemit ose dënimit varrit, neve na vijnë disa informacione të cilat na tregojnë që njerëz të caktuar dënohen për shkak veprave të caktuara. Gjithashtu dhe në kontekstet kuranore, Zoti kur i përmend ajetet e zjarrit ose ajetet e xhenetit, i lidh ato me vepra të njeriut në jetën e kësaj bote, siç është me kërcënime ose për motivim. A janë këto fakte të cilat na tregojnë neve që bota tjetër është reflektuese ose duhet besimtari ose njeriu që të reflektojë në bazë të asaj që ai beson në botën tjetër? Normalisht nuk është folur kaq shumë për botën tjetër, vetëm se për këtë gjë për të reflektuar. Ky është qëllimi i besimit në botën tjetër, që ne të reflektojmë. Ka disa gjëra që quhen urdhëresa, sa më korrekt në urdhëresa. Dhe ka disa gjëra që quhen ndalesa, o burrat jemi sa më të larguar për këtyre ndalesave, se xheneti nuk është çokoladë. As xhenemi nuk është çokoladë që mbaron historia. Jo, ajo është përjetësi. Xheneti dhe përjetësi xhenemi. Për këtë arsye Zoti ka dhënë detaje, si do të digjen, si do të përcëllohen, si do të vi flaka, nga do të digjen, si do të çdo gjë me detaje, po edhe këtë nga krahu tjetër, çdo gjë me detaje për të kuptuar se ajo është jeta e vërtet. Kale, ja lejteni qaddamtu li hayati. Aty njeriu do të thotë, sikur të kisha punuar për jetën time. Domethënë kjo që nga jeta e vërtet, se jeta e kësaj bote që lam jomen o ba'da jom, sikur ka jetuar një ditë ose gjysmë ditë në krahasim me çfarë do të shohë atë dhe çfarë do të përjetojë. Pra gjithë qëllimi i saj është që ne të reflektojmë. Halali halal, harami haram, farzi farz, gjunahu gjuna. Gjëra që duhen bër, kur nuk i bëjmë dot Zot na fal. Gjëra që s'duhen bër, po nëse i bëjmë, Zot na fal. Pra ky është qëllimi që ne përmirësojmë jetën tonë, sepse ai ditë do dalim përpara Zotit. Përndryshe nuk do të kishte kuptim dhe nuk do të kishte sens. Pra në momentin që besojmë se i ditë do të dalim përpara Zotit dhe i ditë do të shpërblehemi dhe ka xhenet dhe ka xhenem, ai që është i mençur lodhet dhe mundohet. Ai që është i paditur apo i lodhur, ai thot qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. O Zot, më kthe edhe një herë. Bëj mirë, po nuk ka më kthim mbrapa. Kështu që njeriu duhet të punojë dhe këtë besim botën tjetër duhet ta reflektojë në urdhëresa, në ndalesa dhe ajo që është shumë e rëndësishme, në sjelljen dhe në edukatën e tij. Profeti Alajhissalam një herë u pyet, çfarë më shumë ti fut njerëzit në xhenet? Tha frika prej Zotit dhe edukata, sjellja e mirë. Kështu që ne këtë besim botën tjetër duhet ta reflektojmë në raportet me Zotin, farzet, në raportet me Zotin, haramet, synetet, mekruhatet, sjellja e edukata dhe raportet korrekte me njerëzit. Pse? Një njeri që beson se ka botë tjetër dhe ai tjetri do të marrë ty sevapet ose do t'i marrësh ti atij gjunahet, se i ky në hak, nuk e lan dot me euro, me dollar, me florin në botën tjetër. Në botën tjetër ka sevape, gjunahe. Nëse i ke hyrë dikujt në hak, do të marrësh sevapet e tua, të mirat. Nëse nuk e lan dot me sevapet dhe me shpërblime, atëherë do t'i marrësh ti atij gjunahet, Zot na ruaj. Pra një që beson këtë, si mund të hyrë në hak dikujt, si mund ta prishë kontratën, si mund të prishë marrëveshjen, si mund mos t'i ri korrekt tjetrit, si mund bëj hile në tregti, si ka mundësi, a beson se ka botë tjetër, a beson se i ditë do dalim gjithë përpara Zotit, si ka mundësi? Atëherë të gjitha këto gjëra duhet të reflektojnë në jetën tonë të përditshme këtu. Pra njëri që beson se ka botë tjetër fal, toleron, mëshiron, di si sillet me prindrit, di si sillet me bashkëshorten, e kupton se fëmijët e tij janë amanet në qafën e tij dhe në kurrizin e tij në botë tjetër të japë llogari dhe për familjen e kështu me radhë. Pra ky është kuptimi i vërtet. Dhe kjo është ajo që faktikisht është titulli edhe i emisionit tonë, si të sillim në botën tjetër. Pra me kuptimin si duhet të reflektojë ky besim në jetën tonë, për përmirësuar jetën tonë, si në raportin vertikal, pra me krijuesin, dhe në raportin horizontal me krijesat e Zotit. Pra shkurt, ky besim duhet na bëj të mirë, duhet na bëj të edukuar, duhet na bëj me të vërtet besimtar që reflektojmë mirësinë dhe dritën dhe udhëzimin për njerëzit. U të nderuar, ju e treguat shumë bukur që besimtari në momentin që beson në botën tjetër, ai bëhet më i mirë. A mos ndoshta është kjo një lloj indicie që shtetet tona, siç është shteti i Kosovës dhe i Shqipërisë, ose edhe vendet të tjera afër nesh,
të vendosin në mësim ose në kurrikulat e mësimit ose të arsimimit të nxënësve disa çështje fetare, siç është besimi te Zoti, besimi në botën tjetër, për të bërë këto njerëz më të ndershëm, më të drejtë, më të mirë. Nuk ka dyshim se duhet patjetër që të jetë, le të themi, edukata religjioze pjesë e kurrikulës, dhe shumë vende evropiane dhe perëndimore e kanë. Për shembull, le të themi Austria e ka dhe Finlanda e ka dhe shumë vende të tjera, për shembull, që i kam parë vetë, domethënë, që e kanë, pse mos jetë, madje edhe disa vende fqinje pranë nesh e kanë, për shembull, pse mos jetë edukata religjioze, ku çdo fëmijë edukohet me fenë e tij dhe me besimin e tij, sipas orientimit që japin prindërit për të, pra sepse një njeri pa fe nuk ka ndërgjegje që ai të ruhet dhe nuk ka motivim që ai të veprojë mirë. Ore, ne e provuam kurriz çdo thot njeri pa fe. E provuam sistemi komunist. Ishte njeri pa fe, ishte ai, pa dinë, pa iman, edhe na çoi këtu ku na çoi dhe na la këtu ku na la, domethënë. Pavarësisht se ai ishte stisje tjetër, fund fare ky ishte aktori i bërjes, po faktikisht ajo është gjë tjetër. E rëndësishme, pra ne kemi provuar në kurriz si popull, çdo të thotë të kesh bësh me njerëz që s'besojnë Zot, me njerëz që s'besojnë në botën tjetër. Domethënë nuk ka norma morale, nuk ka norma drejtësie, nuk ka norma ndeshmërie. Megjithatë, hoxhë nderuar, me që neve përmendëm pak atë sistemin komunist, ajo që shikoj unë her pas here është që ateisti e shikon në botën tjetër si një shurje. Pra në momentin që ai vdes, ai mendon që u shu si ekzistencë e qenies së tij. Ndërkohë besimtari shikon si një lloj stacioni. Po. Nga kjo botë në një botë tjetër akoma ndoshta më të mirë dhe nuk e reflekton ai ose nuk ndikon shumë keq procesi i ndërrimit të jetë të njerëzve të afërme. Është e vërtetë që besimi në botën tjetër ndikon për mirë të besimtarët dhe ndikon negativisht tek jo besimtarët. Absolutisht, se të besosh në rastin e vdekjes se personi që ka ndruar jetë do të takohemi prap në xhenet inshallah, është shumë më ndryshe se sa të besosh se iku, apo çfarë do të ndodhi. O edhe për jetën tënde, të besosh se ore unë mas vdekjes nuk është se do zhdukem, po do të jem prapë, do të vazhdoj, e shes si një moment përkundrazi, si më thonë, si një derë që po kaloj më afër Zotit, krahasimi një që thotë vdekja është fundi i gjithçkaje dhe përderisa do të vdes, pse të vdes pas 60 vitesh më mirë, po vetvritem, siç ndodh me njerëzit, sepse nuk besojnë botë tjetër. Njëri që beson botë tjetër dhe e di që po të vrasë veten, do shkojnë zjarr xhenemit, nuk e bën kurrë atë. Pra ka absolutisht, jo vetëm kaq, po edhe efekt, le të themi efekt për të përballë me jetën, për çdo lloj sprove, për çdo lloj fatkesie. Një njeri që beson se ka botë tjetër, absolutisht sprovat i shesi një moment ngritje dhe pastrimi. Ndërsa ai që nuk beson botë tjetër, çdo sprovë është goditje, thyerje. Jo më vëlla. Ne themi është sprov. Po kështu edhe të mirat. Ne i shohim si një moment sprove, a do të jemi falëndërues, a do të hapim hakun. Ndërsa ai tjetri në gëzim kalon në ekstrem, domethënë nuk lën gjë pa kufi pa të kaluar. Ndërkohë që besimtari edhe gëzimin e ka në koncept këtë ndryshe, po edhe fatkesin, sprovën që ndodhin jetë e ka në koncept ndryshe. Ndërsa në lidhje me ateistin e pyetën Ahmet Didatin, Zoti më shiroft, i tha një ateist, i tha si do të ndihesh ti, tha, që gjithë ky besim që ke për botën tjetër, mas së vdesjes s'ka asgjë. I tha Ahmet Didatin përgjigje, i tha, jo më keq se ti, që kur ta shohësh që mas vdekjes gjitha ato që besojnë janë vërteta. Përgjigje e bukur në fakt, por o që ndëruar neve na ka ndodhur në Shqipëri, realisht, nga disa sekte që dikush ka vrarë veten për të shkuar në botën tjetër. Pra një lloj ekstremizmi, një lloj ekstremizmi po të quaj. A duhet besimtari të presi pra verdiktin ose përcaktimin e Zotit për jetën e tij dhe mos kalojë në këtë lloj ekstremizmi? Çdo gjë që ndodh është le të themi e shkruar prej Zotit, dhe këta njerëz e bëjnë këtë gjë, kjo është e shkruar për Zot, pavarësisht se është zgjedhja e gabuar e tij. Ndërsa ky lloj akti është i dënueshëm në Islam, sepse Islami thotë kush vret veten shkon në zjarr xhenemit. Ndërsa besimi që unë vras veten sot për ditë diel, se në parajs mpret Jezusi ditën e hënë, kjo në Islam domethënë është e papranueshme, po edhe në besimet e tjera është e papranueshme. Le të themi një sekt dhe fatkeqësisht përfitojmë nga rasti që ky sekt domethënë akoma vazhdon të operojë në Shqipëri, ndërkohë që ka vende perëndimore dhe evropiane që është i ndaluar si sekt. Për shembull Greqia ka të ndaluar edhe disa vende të tjera, ndërkohë që dosjet e tyre në prokurori janë plot
me raste që kanë predikuar vetvrasjen, fëmijë që janë vrarë, që kanë mbytur veten, që janë helmuar. Kemi rastin e kombinatit. Nëna, domethënë vajza ishte vetvrarë dhe nëna e mbante prej 5 vitesh aty në shtëpi. Se do ringjallet, ndërkohë që nuk e kuptoj mirë ringjallit. Pra, domethënë këta njerëz këto janë sekte të cilat faktikisht shteti duhet të ndërhyj, sepse të predikosh vetvrasjen, ti çosh njerëzit drejt vrasjes është shumë e rëndë dhe përbën krim, domethënë. Kështu që është e papranueshme, domethënë me fe dhe me besim dhe me logjik, domethënë është e papranueshme, ne jemi robë të Zotit, ai na e ka dhënë jetën dhe ai na e merr. Për ta ilustruar me një hadith të bukur, profeti alayhis salam tha: "Asnjëri për jush mos ta kërkoj vdekjen kur i ndodh ndonjë vështirësi në jetë. Po nëse i është ngushtuar jeta shumë keq, le të thotë, o Zot, ma merr shpirtin nëse është më mirë për mua, e më lër të jetoj nëse është më mirë për mua." Në fund fare besimtarët lënë zgjedhjen kujt? Zotit. Allahu të shpërblet, thoshë nderuar, për gjithë të shpjegime shumë të bukura në dobit të teleshikuesve tonë. Amin, edhe ty Allahu shpërblet. Të nderuar teleshikues, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaj kur folëm për çështje shumë të rëndësishme në lidhje me botën tjetër. Ritakohemi sërish në emisionet e ardhshme. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.